Pse jemi gjithmonë të varfër në shqiptarët? Çfarë presim nga zgjedhjet e reja? Pyetja është shumë e thellë dhe prek një realitet që shumë shqiptarë ndjejnë çdo ditë. Nuk ka një arsye të vetme pse shqiptarët janë ende të varfër në krahasim me vende të zhvilluara, por janë disa faktorë historik, politik, ekonomik dhe kulturor që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë. Janë një përmbledhje e shkurtër dhe e drejtë për drejtë. Trashëgimia historike dhe izolimi. Shqipëria kaloi 50 vite diktaturë komuniste me izolim total dhe ekonomi të planifikuar, pa treg, pa kapital privat, pa teknologji moderne. Pas vitit 1990 vendi u ndodh papritur në kapitalizëm, pa struktura të duhura, pa institucione, pa ligje të forta dhe me pak përvojë ekonomike, korrupsioni dhe keq qeverisja. Një nga faktorët kryesorë të varfërisë është korrupsioni i lartë në administrat, drejtësi dhe politika. Shumë para publike humbasin ose shpërdorohen dhe investimet e huaja ngurojnë të vinë për shkak të mungesës së transparencës. Politika shpesh punon për interesa të shkurtra dhe personale, jo për zhvillim kombëtar. Ekonomia brisht dhe mungesë prodhimi. Shqipëria prodhon shumë pak dhe importon shumë. Ka mungesë të industrisë prodhuese, teknologjisë dhe inovacionit. Shumë të rinj punojnë në sektor informal ose migrojnë jashtë, duke dobësuar më shumë forcën punëtore. Arsimi i dobët dhe mungesa e meritokracisë. Sistemi arsimor nuk përgatit mirë të rinj për tregun e punës. Shpesh nuk fitojnë vendin më të mirë ata që punojnë më shumë, por ata që kanë lidhje. Kjo gjë çon në largimin e trurit të rinjt më të aftë ikin jashtë sepse nuk gjejnë mundësi reale këtu. Varësia dhe migracioni dhe remitancat. Shumë familje mbijetojnë fal parave që u dërgojnë të afërmit nga jashtë. Kjo ka sjell një lloj varësie dhe pasiviteti ekonomik, më pak investim real brenda vendit, më shumë konsum. Mentaliteti dhe kultura shoqërore. Ka ende një mungesë të thellë të besimit shoqëror, bashkëpunimit dhe organizimit qytetar. Shumë njerëz ndihen të dorëzuar ose jetojnë me idenë se kushdo që ngjitet lart ka bërë ndonjë të keqe. Pa një kulturë pune dhe përpjekje kolektive, ndryshimi është më i vështirë. A ka shpresë? Po. Shqipëria ka potencial të madh me burime natyrore, turizëm, energji dhe sidomos në rininë e vet. Por duhet reformim serioz në drejtësi dhe administrat, mbështetje për arsimin cilësor dhe inovacionin, forcim të shtetit ligjor dhe mbi të gjitha ndryshimi mentalitetit që gjërat nuk shkojnë kurrë. Dhe një nga pikat kyçe është korrupsioni. Korrupsioni është një nga shqetësimet më të mëdha në Shqipëri dhe një nga faktorët që pengon zhvillimin e vendit. Ai ka ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë, institucionet dhe besimin shoqëror, duke bërë shumë të vështirë për qytetarët dhe bizneset të rriten dhe të përparojnë në kushte të tilla. Ja disa aspekte të thella të korrupsionit në administratën shtetërore dhe efektet që ka në vend. Korrupsioni në administratën publike, pagesa të jashtëligjshme për shërbime. Për të marrë një shërbim të thjeshtë si një dokument shtetëror, shumica e qytetarëve duhet t'i japin rishfet ose para të zeza. Ky fenomen është i prapur kudo, nga zyrat e regjistrimit pasurisë deri tek prokurorit dhe gjykatat. Përzgjedhja e punonjësve në administratë. Në shumë vende, vendet e punës në sektorët publik nuk mbushen përmes meritokracisë, por përmes lidhjeve personale ose rishfetit. Kjo çon ulje të cilësisë së shërbimeve publike dhe pengon zhvillimet e institucioneve të efektshme. Përfitimet për individ të caktuar. Korrupsioni në administratën publike shpesh krijon grupe të fuqishme interesash, të cilat mund të ndikojnë në ligje, kontrata dhe projekte të ndryshme, shpesh për të pasur përfitime të paligjshme. Korrupsioni në drejtësi. Korrupsioni në prokurori dhe gjykata është një nga pengesat më të mëdha për një sistem të drejtë dhe të barabartë. Për të marrë një vendim të drejtë shpesh duhen rishfete të mëdha ose ndikime politike. Ky sistem bllokon drejtësinë dhe bën të vështirë që qytetarët të kenë besim tek shteti dhe ligji. Vonesa e procedurave. Një tjetër formë e korrupsionit është shfrytëzimi i vonesave procedurale për të kërkuar rishfete ose për të ndikuar në zgjidhjen e çështjeve. Disa individ mund të presin derisa të paguajnë për të përshpejtuar procesin, duke i ndihmuar ata që janë të gatshëm të japin para. Korrupsioni dhe sektori privat. Tendera dhe kontrata publike. Korrupsioni është gjithashtu i pranishëm në tenderat e institucioneve publike, ku shpesh ndodhin favorshëm për kontratat japin rishfete. Ky proces e dëmton konkurrencën e shëndetshme dhe ndihmon në ruajtjen e monopolizmit të disa sektorëve dhe duke penguar zhvillimin e tregut të lirë dhe të ndershëm. Përfitime për individ të lidhur me politikën. Bizneset që kanë lidhje të ngushta me politikanë dhe figurat e larta në administratë shpesh përfitojnë përparësi për marrjen e kontratave dhe lejeve. Kjo krijon një klim të padrejtë konkurrence ku të tjerët, të cilët janë të paaftë ose të pakontrolluar, kanë mundësi
të minojnë mundësinë për të zhvilluar biznes të qëndrueshëm. Politika dhe korrupsioni. Financimi i palishëm i partive politike, korrupsioni, ndihmon në krijimin dhe financim të palishëm të partive politike. Pjesë e këtyre fondeve janë shpesh përfituara nga tenderat dhe kontratat publike, të cilat janë shpërndarë në mënyrë jo transparente dhe të ndikuar nga interesat e grupeve të caktuara. Mungesa e transparencës. Mungesa e një shqyrtimi të pavarur të drejtë të shpenzimeve të partive politike dhe proceseve zgjedhore ka krijuar një klim të tillë që politikanët shpesh mbrojnë interesat e grupeve të fuqishme, duke bërë të vështirë krijimin e një sistemi politik dhe administrativ të pastër. Pasojat e korrupsionit në zhvillimin ekonomik. Pengesat për investimet e reja. Korrupsioni ka dëmtuar besimin që investitorët të huaj ka në Shqipëri. Nëse ata mendohen se do të duhet të japin rishvete për të zhvilluar projekte ose për të kaluar procedura të thjeshta, ata do të largohen dhe do të investojnë diku tjetër. Papunësia dhe varfëria. Korrupsioni kontribon në mungesën e mundësive të punës dhe në rritjen e varfërisë. Me përqendrim të pasurisë dhe mundësive për një grush të vogël individësh dhe grupeve, shumica e popullsisë mbetet e bllokuar pa mundësi të zhvillohet apo të përparojë. Përpjekjet për të luftuar korrupsionin. Reforma në drejtësi. Shqipëria ka nisur një proces të vështirë dhe të gjatë të reformës në drejtësi, e cila synon të pastrojë sistemin e drejtësisë nga korrupsioni dhe të krijojë institucione të fuqishme dhe të pavarura. Bashkëpunimi me ndërkombëtarët. Shqipëria është pjesë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, i cili kërkon përmbushjen e disa kushteve për të luftuar korrupsionin, përfshirë ngritjen e institucioneve të fuqishme dhe transparencën në administratë. Korrupsioni është një fenomen shumë i thellë i përhapur në Shqipëri, i cili ka rënë një thella historike, sociale dhe politike, por ka edhe shenja përmirësimi, përfshi reformat e nisura, presionin ndërkombëtar dhe një brez i ri që është gjithmonë më shumë i vetëdijshëm për nevojën e ndryshimit. Korrupsioni mund të luftohet vetëm nëpërmjet përpjekjeve të vazhdueshme të shtetit, qytetarëve dhe shoqërisë civile.